Mune për veti po flasë, që shune ku menu, unë e kum lonë 50-50 për arsye se kemi pas një qëri jashtëzakonisht të mirë. Por, sot, unë menej që Kosova nuk është aja Kosova që ka qenë para këtyre ndeshjeve deri tash. Unë e kuptoj që ne ju kemi tutë që sojna që ka me ndodhë, sepse janë lojtarë 3, edhe prome kom thonë unë këtu në para ndeshje kër e kemi pas emisionin, sepse ta djem lujna për ekipet moja, po këta djem nuk e kanë presionin një ndeshje që ka qenë sot, sepse kjo është ma shumë se një ndeshje, ma shumë se një finale një Ligës Kampionëve, ma shumë se çka do që kjenë karrierë të lume. Ne kemi përjetu, kemi lujt, kemi përjetu finalet kupës, kemi finu tituj, kemi lujt, kemi lujt në ashtë në finalet Ligë Kampionëve që kanë lujt ato, po është ndjenë kej diçka tjetër. Unë e kom thonë që i kom pas një frikë, sepse vetë përvoja kombëtarës të Turkisë, dhe më honë, unë menej që janë ndikojësët, përvoja kombëtarës, emni kombëtarës. Presioni, dhe më thonë, presioni që e kam bojt, pesha e lojës, e kanë menagju ma mirë litorët e Turkisë, sepse jenë me përvoj. Nuk diskutohet, jenë në ekipet maja dhe normal që ata respushori, kapiteni ka lujt 2 finalet Ligës Kampionëve, që ata me thonë me pos, po kupton. Por me gjithatë, unë menej që Kosova ka umë në ndeshje, Kosova nuk do t'jenë kampionat botëror, por Kosova ka fitu shumë. Edhe si shtetë, si kombëtare, kemi fitu shumë, kemi fitu djemë të mirë shumë, kemi fitu litarë shumë të mirë, kemi fitu diçka që edhe nëse del një litarë nesër nuk ka me hezitu më orë, sepse kemi bëni një ecuri jashtëzakonisht madhe. Realisht kemi menu gjithë si do t'jetë një veti shqiptarëve, sepse jemi konë shumë ofër të 2 kombëtarët, edhe Shqipënia dhe Kosova, më tani Kosova shumë ofër kem. Edhe më vjen shumë keq edhe më vjen shumë rënd për litarët, sepse e po është edhe Muriqin i cili shpërthej në vaj, sepse me të vërtet djali e ka dhonë deri tash do herë maksimumis, po hamë që se ka dhonë edhe tjirë, po nashtë e ka dhe moshën edhe nuk e dhja do të ketë mundësi ma dhe të ketë. Sinqerisht më dhe në shpirt, sepse një pjesë i litarët janë 3, kanë mundësi në sepse kështë edhe botërori mund tjetë e fundit në karrierë për të parë. Për atë arsye më dhe në qëmë, se një pjesë i litarëve janë 3, po për Muriqin mendoj se kishte me qenë diçka jashtëzakonisht e madhe për memri ideali, sepse me vërtet na ka bu krenar me angazhim ato që ka treguar. Pra po thamë, kemi humbur një ndeshje, kemi humbur një kampionat, i cili kemi pas dëshirë gjithë, nuk besoj që s'ka pas dikush dëshirë dhe e kemi pas atmosferën se çu ka ndodhur, por besoj se si shtet pra po thamë si kombëtare kemi fitu mjaft, edhe këta djemë duhet veç kokën lartë me vazhdu, sepse na kanë bu krenar, edhe pse humbëm sot deri këtu na kanë bu shumë krenar, dhe duhet ndihmit gjithë krenar, për ato se që na kanë lënë deri tash. Ndihmit botnore kanë shkru, bolla shqaja. Krejt që na kanë lënë deri tash, me Kosovën. Këto që na kanë lënë deri sot, domthonë duhet mi falendru, mi thonë falenderës shumë, që na kanë lënë këtë adrenalinë sot që kemi pas. Edhe ecëm përpara, vazhdojmë, kemi ekipin e re, jeta vazhdojnë, unë menej që jemi në rrugën e mirë për me mu forcu halo. Na duhet mu pikë si kombëtar halo, është e vërtet që na duhet mu pikë si kombëtar halo, por që unë menej që jemi në rrugën e dur.